Miq, bashkëpunëtor, partner afarist dhe përfaqësues të kompanisë Aluplast të mërkurën ishin të pranishëm në ceremoninë e përurimit të hapësirave dhe pajisjeve të reja të kompanisë së mirënjohur, jo vetëm në rajon, por edhe në tregun ndërkombëtar për prodhimin e dyerve dhe dritareve Shari Plast und Glas. Në emër të familjes pronare të kompanisë, një fjalë rasti e ka mbajtur Argjend Jusufi, i cili tha se jemi shumë të lumtur që si vjet kur kremtojmë një qerek shekulli të fabrikës son, fal funksionimit të suksesshëm, kemi realizuar këtë investim të radhës, i cili përfaqëson një hap të rëndësishëm në rritjen e kapaciteteve tona dhe përmirësimin e cilësisë së produkteve dhe shërbimeve që ofrojmë. Jam krenar sepse barku visu për një përgjithësi shumë të madhe. Më duhet të ruaj reputacionin dhe respektin që kanë fituar prindrit tanë. Ne si gjeneratë e dytë jemi prezent tash e mbi 8 vite në kompani. 8 vite që jemi inkuadruar 100%, pasi që në moshë shumë të vogël kemi punuar duke na mbajtur prindrit tanë afër. 8 vite në kompani dhe në këto 8 vite ne ndrojmë 3 linja prodhuese. Kjo vetëm pasi që dëshirojmë të ruajmë pozitën e liderit në treg. Kjo linjë prodhimi që sot ndizet për herë të parë bashkë me ju, pas shumë testimeve, është prodhim i vitit 2026, duke e automatizuar thuajse të gjithë procesin e prodhimit dhe duke mundësuar dyfishin e kapaciteteve prodhuese. E gjithashtu duke i përmirësuar akoma më shumë detaje teknike të prodhimit. Përveç makinerive, ne kemi sjellë edhe inovacionet më të reja të profileve. Pra, jemi në treg në profilet më të reja të kompanisë Aluplast. Ndërka që Christian Zalmhofer, drejtori i shitjes për Evropën juglindore nga kompania Aluplast, vlerësoi lart bashkëpunimin dhe të arriturat e kompanisë Shari Plast und Glas, një ndër partnerët e parë nga Kosova të kësaj kompanie prestigjioze. Wie soll ich sagen, große Ehre ist eine glatte Untertreibung. Në emër të kompanisë Aluplast jam i nderuar me pjesëmarrje në këtë solemnitet. Jam shumë i befasuar me punën që është bërë në këtë projekt për një kohë kaq të shkurtër. Gjithashtu edhe për këtë jemi shumë të lumtur si partner që jemi gati 25 vite. Nuk është aq e rëndësishme kjo kohë, por fakti se Shari Plast und Glas është prej partnerëve të parë nga Kosova që është bashkuar familjes son të madhe. Për mua është kënaqësi gjithashtu se që 22 vite jam pjesë e kompanisë Aluplast dhe në kohën kur jemi njoftuar, Ajdini ka qenë shumë i vogël dhe po më bën përshtypje shumë pozitive se familja Jusufi me shpirt dhe zemër e kanë filluar, fuqizuar dhe zhvilluar deri në këtë nivel të lartë kompaninë e tyre. Solche Partner an der Seite zu haben, die mit so viel Herzblut ihr Geschäft angehen und weiterentwickeln. Për nder të bashkëpunimit të shkëlqyeshëm shumë vjeçar, përfaqësuesi i kompanisë Aluplast, Christian Zalmhofer, i dhuroi një trofe të veçantë pronarëve të kompanisë Shari Plast und Glas. Ndryshe, përveç hapësirave të reja të fabrikës, sot është vënë në funksion edhe linja e re prodhuese me pajisje bashkëkohore të prodhuara në fillim të këtij viti, gjë që mundëson automatizmin gati të tërësishëm të procesit të prodhimit dhe mundëson dyfishimin e kapacitetit të prodhimit, si vendikon në përmirësimin e detajeve të shumta teknike të prodhimit.